I dehur në suksesin e përfundimit të luftës në Gaza, Donald Trump po e kthen vëmendjen e tij tek pushtimi i Ukrainës në Rusia, por sjellja e paqes në Evropë nuk do të jetë më pak sfiduese dhe do të kërkojë një lloj tjetër diplomacie. Ndalimi i luftës në Ukrainë në thelb të thotë bindja Vladimir Putinit të ndalë luftimet. Ukraina ka kohë që ka kanuar në parim idenin një armë pushimi që ngrim vijën aktuale të frontit. Trumpi ka ofruar Putinit shumë mundësi për paqen, por tani duket se ka humbur durimin. Dhe në këtë kuadër, raketat Tomahawk, të kërkuara nga Ukraina, duken si një mjet shtrëngues. Tomahawk është një raketë 5.5 metra e gjatë që fluturon ulët e zakonisht përdoret nga nëndeset dhe kryqëzorët e SBA-s dhe Marinës Mbretërore Britanike për të goditur objektiva toksore. Është një armë e frikshme dhe precizioni i saj, madhësia e kokës së saj luftarake dhe mbi të gjitha rrezja e saj prej 2500 km do dashtonin ndirshëm rrezikun për ushtrinë ruse. Ajo do t'i lejonte Ukrainës të godiste shënjestrat e rëndësishme dhe vendet e lëshimit të raketave e kruiz dhe dronëve që terrorizojnë çdo natë Kievin, të shkaktonte kaos në komandën dhe kontrollin rus dhe të ndëshkonte sektorin e rafinimit të naftës në Kremlin, i cili po lëkundet. Janë prodhuar ndërkohë më shumë raketa Tomahawk se sa ATACMS, raketa tjetër precise me rrezet të gjatë veprimi që SBA ka në arsenal, që do thotë se më shumë raketa janë të disponueshme për përdorim, dhe vetpamja raketave amerikane që përplasen në objektivat ushtarake ruse brenda Rusisë do të ishte një ilustrim i fuqishëm i dështimit diplomatik të Putinit. Megjithatë, ka disa të meta në këtë plan. Së pari, nuk është e qartë se si Ukraina do të lëshojë armë të projektuara për të lëshuar nga anijat. Edhe duke supozuar se sfida teknike është zgjidhur, Shtetet e Bashkuara mund të mos kenë shumë rezerva